Buçim në bu CHI. Bu CHI. Po. Me shumë për mirë, por i të meshëm nga pjesa e kohës, angazhimit, nga njëherë domethënë nis dita shumë shpejt dhe përfundon shumë vonë, se nuk e menaxhon dot. Po, normalisht, with great power comes great responsibility, kështu që kur i futesh diçka domethënë që është pak më e madhe se sa, le të themi, një aktivitet i përditshëm, normalisht një ngarkesë e tillë vjen. Po si e ke ditë në përgjithësi, gjithmonë nga mëngjesi edhe vonë do darkë lirohesh? Po, të me thënë drejt nga njerë mendoj që nuk lirohem asnjëherë, plus kontakti me telefonin, sepse të qenë një person që duhet komunikosh qoftë edhe në angazhimin e ri që kam, por edhe me punët me cilat merrem, është që je gjithkohon me telefon dorë, je gjithkohon duke kthyer përgjigje, je gjithkohon duke komunikuar. E mbasi kjo është ajo ngarkesa më e tepër që të vjen gjatë ditës, sepse nuk e menaxhon dot edhe nuk e kupton realisht kur ka filluar puna dhe kur ka filluar dita. Do duket sikur je gjithkohon punë në atë ditë. Shiko, jo domosdoshmërisht, unë i respektoj shumë dhe i kam zili njerëzit, domethënë që kanë goxha ambicie dhe punojnë gjatë gjithë kohës, por ndonjëherë nuk është gjithmonë mirë, se duhet të qetësojnë çik truri, duhet të fikesh për disa orë, domethënë që mos të më ndihmosh për ato gjëra. Gjithsesi, pa filluar me këshillat si këshillat e mamit, e dona mirë se erdhe, të falenderoj që e gjete e hape një hapësirë kohore për të biseduar me mua sonte. Për gjithë ata që po dëgjojnë, ky episod ka dalë përpara në Patreon, si çdo episod tjetër, na ndiqni, na komentoni, na bëni komente ku të doni ju, si në YouTube, si në mediat sociale, si në videot e shkurtra, mjaftojnë që të grejmë debate, të flasim me njëri tjetër. Bëni dhe subscribe, sepse na ndihmojnë që të bëjmë gjëra të tjera të bukura, të tilla si kjo që po bëjmë tani. Dona, gazetare, aktiviste, shumë gjëra lexon kur dëgjon emrin tënd ose më sa kur e googlon. Po të futesh në Google, e dona Haklej, dalin shumë gjëra, domethënë ca të bukura, ca me shumë adrenalin, ca gjëra bazdike, ca kështu, le të themi, reportazhe gazetareske, ca ese të vogla, domethënë. Po ka goxha informacion. Mbase edhe ndonjë mini incident. Do dalin atje. Edhe shumë, domethënë duket si një oktapod që ka nga një tentakul kudo, domethënë që është i përfshirë në shumë gjëra. Ti si ke qef ti ta përkufizosh veten zakonisht? Këti po është një nga pyetjet që mbase s'di të t'jap përgjigje, se besoj që në shumë pak kohë kam bërë shumë gjëra dhe jam një individ i cili e gjej veten gjithmonë kërkim diçka e tre. Pra nëse mua një profesion, një punë, një angazhim vjen një moment që e kuptoj që nuk kam çfarë të jap më në atë, unë jam gjithmonë duke kërkuar diçka të re. Edhe mbase edhe kjo ka sjellur këtë që jam përfshirë në shumë gjëra që mendoj që kanë qenë mirë edhe për mua, sepse më kanë rritur si profesionalisht, por edhe si individ. Por e kam nisur si gazetare, patjetër në profesion jam gazetare, kam bërë 4 vite media, terren, televizion, emision, kam pasur një emision kulture, të cilin e kam mbajtur për 2 sezone. Po ashtu kam qenë shumë aktive me pjesën e kauzave, mbase rrugtimi im saktësisht ka nisur, po e them, në gjimnaz, me ato përfshirjet e vogla të aktiviteteve që bëjmë kur jemi nxënës edhe kur kemi dëshirë për të prezantuar ndonjë aktivitet, për të recituar ndonjë poezi, për që na i e para apo i pari klasës, edhe pastaj më tutje kur erdha edhe në Tiranë, sepse unë jam lindur dhe rritur në Tropoj, pas gjimnazit jam zhvendosur në Tiranë. Filloi mbas ajo ndjesia për mua për të kuptuar që kisha dëshirën të isha një person aktiv në komunitet. Edhe e gjeja veten si padashur në çdo lloj grupimi, organizimi që ndodhte për kauza të ndryshme, për situata të ndryshme. Mbase edhe eksperienca që nisa direkt, se unë në vitin e parë studimeve u angazhova në media, pra doja të filloj një praktik pune, po për fatin tim të mirë, ata më morën menjëherë në punë, pra pas muajit parë të provës, më morën në punë, edhe më bëri të jem shumë e lidhur me këtë pjesën, sidomos të angazhimit aktiv apo angazhimit qytetar. Dhe ka qenë, si me thënë, një 6-7 vjeçar shumë i rrëmbyeshëm, gjithmonë kërkim diçka, gjithmonë duke luftuar për diçka apo duke mbrojtur diçka.
Pra nuk dija vetë ta përkufizoj hera herës se në thelb kush jam, çfarë bëj, nëse është shumë e thjeshtë thua e thjesht, domethënë është mbase më e qartë thua jam një inxhinier, jam një mësues, un jam gazetare, jam aktiviste. Aty doja të dilja domethënë se është më e thjeshtë, është më e thjeshtë të thuash jam inxhinier. Unë jam inxhinier dhe e kam shumë thjeshtë ta them domethënë se është shumë thjeshtë. Është shumë thjeshtë e përkufizueshme domethënë edhe njerëzit e dinë sa çfarë të presin, e dinë se çfarë domethënë çfarë rrymash mund të shkoj biseda kurse si thua ti domethënë nga një tropo është relativisht e vogël, nuk po them, nuk kategorizohet si qytet i madh, domethënë ose si rreth i madh, kështu që unë besoj se ti për studimet e larta je shpërngulur në Tiranë apo. Patjetër. Në një nga këto gjëra që unë kam lexuar, se normalisht kam bërë dhe unë një research të vogël, timin përpara gazetarisë, domethënë kishte më bëri përshtypje që e thoje dhe mbroje goxha domethënë dhe shifje si atë qingjat e vegjël poezin të gjithkohës, se ishte duke Keknishten. keknishten. Po. Po, në fakt, poezia ka qenë një nga rrugtimet e para të donës mijat. Po doja të pyesja domethënë në çik mënyrë më eksplicite, kështu jo si në për intervista, po kur e pe për herë të parë, domethënë, por më tepër humane, domethënë që çfarë cili është më lloji poezisë që të pëlqen, nga kush ngjan ajo jotja, apo le të themi çfarë mundohesh të përcjellësh. Shkruaja shumë më përpara, tani nuk mund të them që shkruaja shumë, pakën poezi është bërë kohë që s'kam shkruar. Kam shkruar më përpara, nuk di ta përkufizoj realisht tamam se ku mund të ketë qenë ajo qasja e parë, apo kur e kuptova që unë di të shkruaja, apo që doja të shkruaja, por ka qenë periudha e gjimnazit, mbase edhe vetë mosh, apo vetë ndjesi që ti përjeton, dëshirat për të rritur, dëshirat për t'i parë gjërat më ndryshe, më bënin që t'i hidhja në fletë gjërat mendime që kisha. Në atë periudhë patën, një nga autorët e mi të preferuar ka qenë Dritë Roa Golli, edhe për shqiptarët kur flasim, për autorët shqiptar, dhe pak a shumë edhe stili i poezive të mia ka qenë ashtu, në ato që shkruaja kanë qenë poezi, domethënë të kuptuara lehtësisht nga njerëzit apo nga popullet, nga dikush që i lexonin, që përmbaheshin tematikave kryesisht që i përjetojmë gjithë secili prej nesh, edhe shkruaja shumë në gegnisht, ka një kontrast sepse unë e mbroj shumë gegnishten dhe e kam mbrojtur shumë gegnishten, por realisht komunikimin tim përditshëm nuk është se e flas gegnishten. Pra unë e flas shumë një gegnishten tropajançën kur jam me shtëpisë time. Por profesioni edhe angazhimet e mia më kanë bërë që ta përshtas shumë më mirë gjuhën standarde që ka ngelur. Edhe nganjëherë mendoj që po bëj edhe unë një kontrast në gjën që them se unë kam luftuar që ta. Jo, pse ajo pasuri është, domethënë ti normalisht do të ndash, domethënë ndjenjat. Mbase jo ndjenjat, po sentimentin apo dhe sentimentin ndjenjësh. Gjithsesi, do të ndash domethënë profesionalitetin nga përditshmërinë, domethënë, kështu që nuk ka asnjë lloj problemi. Është interesante sepse e kam të doja ta përmendja domethënë dhe e përmenda për vetëm fakt domethënë që ne jemi pak a shumë të njëjtit brethi. Unë jam i 96-s për shembull, edhe të paktën brezi jo nuk është shumë big, nuk është shumë i madh në për këto gjëra të poezi, kupton, më shumë jeni merren me showbiz, me Trash TV, këto gjëra domethënë që janë kështu fast food mendor deri diku. Edhe jo domosdoshmërisht për të mburur edhe për të gëzuar, por është diçka që ndan goxha nga një masë e madhe, domethënë edhe të është dukur cool kur ke qenë në gjimnaz, domethënë, apo e ke përjetuar keq apo mirë, si e ke pasur atë? Kishe problem? Përjetuar cool, shiko do gënjeja nëse nuk e kam përjetuar cool, sepse mua filluan të më etiketonin si vajzën që shkruante mirë, dhe ishte interesante se në vitin e tretë, pra vitin që u kisha maturën, isha ftuar një nga intervistat e mia të para si gjimnaziste, si studente ose po. Pikërisht për të folur për poezinë, kisha fituar një çmim poezi atëherë, po normalisht në kohën time u bëra shumë e lashtë. Në periudhën kur unë bëra gjimnazin, edhe të vish nga Tropoja të fitosh një çmim poezie, domethënë të duke i vlerë, dhe ditën kur unë ftova në atë emision, shkova me veshjen që unë kisha të maturës, pra ne kishim përgatitur një veshje
sikur pak a shumë kur diplomohesh me inicialet tona, klasa kaq, dhe u shkruaj profesora dhe klasën në gjimnazin në atë emision dhe e ndjeja që kisha, domethënë si më thënë, një lloj populariteti për gocën që etiketohesha, që shkruante bukur, që shkruante poezi, që kishte dalë në emision. Po nga ana tjetër, edhe nuk doja që të etiketohesha vetëm se poezia në thelb është emocionale. Dhe edhe në vijim gjatë rrugtimit tim, me thënë drejtën, kam qenë pak tip emocional, pra edhe në profesion. Dhe mbase edhe angazhimet që unë jam përpjekur gjithmonë gjej tek vetja gjëra për t'i bërë më mirë, për të përmirësuar edhe karakterin, edhe profesionin, edhe gjërat për qenë pra 100% e fokusuar në të bërit mos ka përcimit shumë emocional, se nga një herë të merr jeta, edhe kur e konsideroj veten njëri të vërtet, edhe futem ashtu siç jam, Shiko, sa do profesionale të jesh, ai emocioni, domethënë edhe për ditëshmërisht si kripa e gjellës, po nuk shijon, po nuk e pati pa brenda, domethënë nuk duket reale, duket si por duhet një ekuilibër, situata të caktuara do balans. Normalisht, duhet me karar. Gjella me kripe, kripa me karar. Eksakt. Jo, shiko, ka shumë individ, domethënë që në çfarë lloj degë, pa rëndësi ka, se jemi gazetari apo inxhinieri apo mjekësie, çfarë lloj degë të jetë që njerëzit janë të punësuar, shumë thonë që do ta ndash punën nga jeta e përditshme, do t'i ndash emocionet nga puna, do të jesh më gjak ftohtë më kështu, por në fakt nuk ka asnjë njerëz që arrin atë. Bile në qoftë se njeh dikë domethënë që mund të jetë gjak ftohtë, domethënë edhe nuk jo vetëm shiko, qëndroj larg domethënë se diçka nuk shkon. Më duket domethënë vërtet shumë e çuditshme. Është thjesht mendoj që duhet të folur pak më shumë për pjesën e balancës që ti bukur e përmende se sa për faktin duhet të jemi apo s'duhet të jemi emocionalisht. Ne jemi kafshë emocionale, nuk ka asnjë lloj gjëje të keqe, edhe maturohemi duke munduar të kontrollojmë edhe ti vendosim ato kufit atje ku duan. Po nuk përshkruan më sepse nuk e frymëzim apo je shumë angazhuar në këtë lloj gjëra që je duke bërë. Mbas rreth të dyjave. Jam matur disa herë të nis shkruaj diçka, por si më thënë, jam njeriu që nëse nis të bëj diçka, dua t'i fokusohem asaj. Nëse unë do nis të shkruaj, e di që do dua të angazhohem 100% tek ajo. Jam matur dhe mbase mund vi një moment të dytë një libër, mund të jetë diçka personale, familjare, por që do vi një moment të dytë, pra jo tani shpejt. Mendoj që nuk e kam pasur frymëzimin për të shkruar poezi, mbase edhe qasja që un kam pasur ndaj gjërave, rrjedhja, pse di, gjithçka që ka ndodhur rreth meje, nuk më ka sjell as kohën dhe as frymëzimin. Do çdo gjë hapësirën, kohën e vet, do çdo gjë që të ndjek linjën e vet. Dhe në të paktën në 2 vitet e fundit kam shkruar shumë pak poezi, dhe ato që i kam shkruar nuk i kam publikuar. Më përpara e hidhja, më përpara kisha një faqe në kur kisha filluar të shkruaja, i hidhja kësopza në rrjetet sociale, pra e doja gjën edhe kontaktin me njerëzit që më ndiqnin, që i shpërndanin në copë të vogla, pra kisha krijuar një lloj bote timen. Po. Por pastaj erdhi një moment që mbase kuptova që deri aty doja të isha ky lloj formati dhe mbase doja të ndiqja diçka tjetër, mbase doja të krijoja një profil tjetër. Tani shkruaj shumë rrallë, poezi, kam kaluar më shumë të gjërat më serioze, edhe mbase kjo më ka ndikuar. Se di, nuk besoj që akoma kam arritur të kem të njëjtin frymëzim për të shkruar siç e kam pasur më përpara. Si e përjeton njeriu, domethënë, duke kaluar nga një shkrim poezie që është siç e ti them përpara tehet emocional ose më emocional, tek diçka domethënë le të themi high-end, diçka e përpunuar, e rregulluar, e korrigjuar, domethënë në mënyrën që të përcillet mesazhi në mënyrë më të drejtë ose të pastër që të jetë e kuptueshëm për të tretin, domethënë. Interesant. A është kjo kontradita, domethënë prap si ato kontradiktat e tjera? Është interesante se kur fillova gazetarin, fillova në punë media, kisha tendencën të bëja edhe live-et pak emocionale në fillimin tim kur bëja praktik. Pra, ju veshja disa ngjyra emocionale, ndërkohë që lajmi nuk ka nevojë. Lajmi, do të thënë, nëse ndajmë kategoritë lajmet social-kulturore, reportazhet të lejojnë ndjesit, po lajmet politike, kronikës së zezë, nuk kishin nevojë për ndonjë ndjesi emocionale. Dhe unë kisha tendencën kur shkruaja lajmin dhe përpunoja të jepja një lloj ngjyre
Apo dhe kur e lexoja si lajm me zë kronike, prap kisha tendencën të jepja më shumë dramë, më shumë. Po, çik suspans kështu. Po, dhe unë duke bërë diçka artistike në mendjen time. Dhe ka ardhur gradualisht, ka ndryshim patjetër. Si më thënë, është kaluarit nga soft në diçka shumë të drejtë për drejtë. Dhe aty ka qenë si ndarja, si vetëm ndarja ime me shkrimin shumë emocional. Patjetër nëse unë kam frymëzim ulem dhe shkruaj, mund bëj diçka mbase të mirë. Jam shumë e sigurt që nuk jam në periudhën që kam qenë që mund të shkruaja, por ka qenë një, si më thënë, një ndryshim që ka ardhur më gradualisht, më lehtë, e kam pranuar dhe unë vetë kam parë mbase që kam kuptuar që më pëlqen të shkruaj edhe në një lloj forme tjetër, që e gjej veten mirë edhe në një lloj forme tjetër, edhe e kam parë që mbase mund të jetë gjëja që mund ta bëj më mirë kjo. Nuk e di, thash mbase është edhe kalimi një faze nga adoleshencë në njeriu pak më të rritur, më të pjekur. Jo, mirë, përveç asyre, më mendoj se janë dhe thjesht periudha që njeriu thjesht ka qëllime të tjera, nuk jo me do e mos, domethënë atëherë ke qenë e vogël e tani e rritur, e kupton? Kështu që mund të jenë edhe gjëra që i ke vendosur aktivisht vet. Sepse unë tani për shembull kur lexoj poezi që mund të kem shkruar më përpara, mund të kem fituar çmime, mbasi kanë qenë të mira, nuk di ti vlerësoj, po tani kur i shoh për shembull nuk i mendoj në atë lloj niveli që unë kam menduar atëherë që kanë qenë. Tani pra kritikoj dhe veten, do them okej. Mirë se ajo është edhe një grad akoma më e lartë, domethënë kur fillon dhe kritikon veten, pastaj normalisht e ke kaluar. Përgjithsisht gjë e mirë është nuk ti për vetë jam qef kollaj, kështu që interviste do futem dhe do analizoj, do them, ja. Ja po ta kisha thënë këtu, e vura precin e më të gabuar. Është nëse ke pjesë karakterit, domethënë, siç e kam edhe unë, normalisht do ta vrasësh mendjen për një kohë gjatë, domethënë për çdo lloj gjëje që të bësh, por prap si të ke ajo që parë duhet jetë balanca që duhet ta shoqëroj të gjithë kohës. Ti si gazetare, për momentin je full time gazetare, mos ke keq kuptohem. Gazetare, në profesion jam gazetare, 4 vite kam punuar, edhe do të thënë, unë jam thjesht nuk jam full time në media, pra 2 vitet e fundit unë jam marrë më shumë me projekte shkrime investiguese, me zhanër po ashtu gazetaresk, por s'është se kam qenë full time në media si më përpara. Vendosa që ose kisha pamparë domethënë te këto kur të shtunë ndua, diela nuk e mbaj mend kur po kërkoja disa gjëra edhe më pash një titull që kishte fituar në diçka me Bashkimin Evropian për Ballkanin Perëndimor, në mos të gabohem. Unë fatkeqësisht nuk e pata kohën e përgjithshme, por është edhe defekti ose gjëja ime e mirë që kam qejf ti dëgjoj më shumë se sa ti lexoj. Unë jam një lezues jashtëzakonisht shumë i keq, edhe libra ti dëgjoj. Kështu që doja domethënë ta tregoj një çik domethënë. Ti dëgjon. Për çfarë bëhet fjalën në një çmim të tillë domethënë edhe si ja dole që ta meritosh atë çmim. Është një program i Bashkimit Evropian, Young European Ambassadors, ambasadorët e rinj duhet thënë ambasadorët e rinj Europian, por për Ballkanin Perëndimor. Është një program që shtrihet në 6 shtete, Shqipëri, Kosovë, Malezi, Maqedoni e Veriut, Serbi dhe Bosnjë Hercegovinë. I thash saktë, arrita ti them saktë. Edhe është një program që shtrihet prej 4 vitesh thuajse, pra ky është viti 4. Unë jam zgjedhur në gjeneratën e 2, në brezin e 2. Pra në secilin nga këto vende zgjedhen të rinj përfaqësues të shtetit, por të Ballkanit Perëndimor, që promovojnë vlerat e vendit, që promovojnë vlerat e Bashkimit Evropian, që promovojnë vlerat e rinisë, që përpiqen me pas një lloj ndërlidhje mes shtetit AME dhe Bashkimit Evropian. Ka qenë si një lloj motoje që edhe të çojmë Shqipërinë në Bashkimin Evropian, po dhe Bashkimin Evropian në Shqipëri, pse po fokusoj tek Shqipëria në të rësinë e saj. Ka që një program që më ka bërë të krijoj realisht të zgjeroj networkun, një të rinj të mrekullueshëm të Ballkanit Perëndimor, Shqipërisë. Kemi pasur takime me përfaqësues të lartë nivelit evropian, kemi qenë po ashtu në disa priselive më të rëndësishme të institucioneve kryesore politike, të Komisionit Evropian, kemi her pas here takime fushata online. Është një mundësi shumë e mirë për të rinj që duan të jenë aktiv. Unë aplikova rastësisht kur ishte në 2021 që janë zgjedhur unë. Dhe faza kalonte, pra faza e parë ishte votimi online, ku duhet bëj një fushat për të mbledhur vota nga miqt, ata që të ndiqnin formate ndryshme online.
Dhe pastaj faza e dytë ishte Juria, cila ne nuk e dinim kush ishte Juria, vetëm në momentin që përzidhesh e të lajmëronin. Ka që një titull i rëndësishëm, i lezetshëm, sidomos momentin e parë që e merr sepse ti mendon, ambasador. E si jam zgjedhur dhe unë ambasadore dhe realisht mendoj që praj sa e kam shfrytzuar dhe praj sa jam edhe kam qenë pjesë e këtij programi, ka qenë një program me vlera dhe që pse jo ka hapur të paktën të rinjve, u ka hapur disa dritarë, disa mundësi për ta parë edhe më ndryshe bashkëpunimin rajonal dhe europian tek e fundit. E kuptoj. Jemi rinia shqiptare për shembull. Ose di tani më të rinj se mua, domethënë të paktën ata që janë akoma në student ose sa kanë mbaruar ose sa po fillojnë. Mendon se jemi të mirë informuar ne, domethënë me gjitha paketat që mund të ofrojë Bashkimi Evropian ose vendet të tjera rreth e qartë? Nuk kemi të informuar, Lona. Në fakt, tregoj me sinqert, asun nuk kurse jam qenë shumë e informuar për këtë pjesë. Mbase her pas herë është mungesë e përcjelljes së informacionit, herave tjera është mungesë e interesit për ta pasur këtë informacion, sepse shkojnë të dy janë vija paralele. Ka programe të ndryshme, ajo çfarë kam kuptuar paktën është se për të rinjt ka disa mundësi që ofrohen, qoftë shkëmbimi, qoftë programe të ndryshme të cilat mund të jenë bashkëpunim në rajonin apo edhe vetë në Europë, por her pas here është kjo që se di nëse ne kemi kërkuar informacionin siç duhet, paktën brezion, apo na është servir siç duhet. Dhe gjithmonë ne kemi parë bëjnë paktën unë përpara kam parë bëjnë thjesht si diçka politike, që vetëm partitë merreshin me të, vetëm kryeministra dilnin për deklarata, vetëm përfaqësuesit e lartë kishin të bënin me të dhe nuk e kuptonin që ka pasur 2-3 mundësi apo gjëra të cilat mund të të hapin edhe një portë, një mundësi më ndryshe zhvillimi apo eksperiencë. Kështu që nuk kanë qenë dhe prapë mendoj që ka ndryshuar mbase pak vitet e fundit, po prapë nuk është në nivelin ku informimi apo edhe interesi të jetë aq i lartë. Mendon se është ridikuar qëllimshme apo është thjesht ignorancë? Është thjesht diçka që është në hije, domethënë dhe nuk është zbuluar akoma. Unë mendoj më shumë që është në hije, mendoj që edhe vetë të rinj se ne do të kuptojmë diçka. Për shembull, në Tiranë vinë të rinj të gjitha rrethave, të gjitha qyteteve për studime dhe mbase ata për shembull që janë vetë në Tiranë gjithmonë kanë pak më të lehtë aksesimin në informacion apo edhe të kuptuarit se çfarë ndodh rreth e rrotull, të kuptuarit se si mund të jesh pjesë e një programi, një projekti, se si mund të organizohesh, se si mund të bëni një grup leximi, po themun. Dhe nganjëherë për shembull të rinjtë të tjerë që janë pak më të pa favorizuar në këtë pjesë, është edhe se gjëja që ata mendojnë është vinë të bëjnë studimet e tyre për shembull, mundësitë financiare që her pas here mungojnë, edhe mbase nuk e kanë interesin e tyre primar të mendojnë edhe se çfarë po sjell BE-ja, apo çfarë po ndihmon BE-ja, apo çfarë po afron si mundësi BE-ja. Për mua kjo është, nuk mendoj se është e qëllim, thjesht nuk ka pasur mbase një, si më thënë, një pasqyrim të saktë edhe shkuarje drejt tek të interesuarit ndjes. Një gjë që doja të përmendja që unë bëra kërkimin tim dhe u kënaqem atë që gjeta normalisht, por që duhet ta përmendja për të paktën prandaj që dëgjojnë, ishte pjesa e aktivizmit social që ti merresh duke u përfshirë për problematika të ndryshme, e citoj, për vajzat në zonat periferike. Tani dëgjuesit e Buçi Podcast e dinë që unë nuk jam kundër feminizmit si gjë edhe si përkufizim, sidomos këtij dorës moderne, domethënë. Po këto gjëra të tilla, domethënë, për gjëra kaq specifike, kaq të prekshme, domethënë, kaq të përditshme janë thjesht magjike, domethënë, dhe unë të përgëzoj jashtëzakonisht shumë edhe dua që nëse nuk e ke problem të na tregosh, domethënë, 1-2-3 gjëra të vogla në një eksperiencë, në një histori të vogël që mund ta kesh në mendje. Nëse ke diçka në mendje. Po, në fakt tani që po flitet ti, po më kthehej në një nga takime që para 2-3 vitesh kam realizuar në një nga zonat periferike të Tiranës, pra jo shumë larg Tiranës, me disa gjimnaziste. Kishim një takim për librin dhe po diskutonim, bëm një shpërndarje librash, po diskutonim i problematika të caktuara, por edhe her pas here për atë se si vajzat qoftë paragjykohen, qoftë kanë frikë, qoftë nuk dinë të reagojnë,
se unë e di që është shumë e pamundur ta besosh sot se ne flasim për 2024 dhe supozojmë që informacioni është, supozojmë që frika nuk do të ekzistojë, mendojmë që gjithçka ndodh dhe bëhet me dëshirë, pra dhe her pas here dëgjojmë terma të se vetë ka dashur ajo goca, apo se edhe ajo deshi. Dua ta lidh me faktin që një nga në atë takim ne po flisnim se sa e rëndësishme është mos heqnim. E dim që jo gjithmonë institucionet reagojnë në kohë. E dim që jo gjithmonë rrethi jon na kupton në kohë. E dim që jo gjithmonë familja është me ne. Dhe po tregonin që edhe në një marrëdhënie me të dashurin, me shokun, me këdo, duhet në radh parë të kuptojmë kush janë limitet tona dhe t'i vendosim ato limite. Në një nga këto takime, një nga gocat na dëgjoi deri në fund dhe në fund të takimit, pasi në mirëbesim, na u afrua dhe na tha, unë në fakt sa prej kohësh, kur ndiqem apo si më thënë kam ngacmime nga një person i lagjës që ishte i ati i shoqës së saj. Dhe familja e dinte. Dhe vajza e vinte nga Veriu dhe tregonte na thoshte që unë e kam pas të pamundur apo kam të pamundur dhe tua tregoj familjes time sepse unë e di sa gjak nxehtë është familja ime. Sa i ashpër është babai im, janë dajat e mi, janë xhajat e mi. Dhe aty unë kuptova, domethënë, ne shkojmë për një takim nga njerëz shumë rastësor për librin, për të folur dhe për të treguar mbase thjesht diçka shumë të thjeshtë që duhet si të luftojmë për veten dhe në fund marrim mbrapsht dëgjojmë diçka të tillë që edhe na shkund shumë blon, se thash, ne shpesh themi nuk është se ndodhin, se këto gjëra nuk ndodhin. Kur ndodhin kaq afër Tiranës, ndodhin, shiko, unë duhet të them diçka se shpeshherë unë kam qejf të diskutoj të tilla gjëra, domethënë, edhe mendoj se janë në interesin e gjithë secilit, sepse gjithë secili jo vetëm kjo arsyeja gjithmonë që thonë që jo po ke vlla, ke motor, ke kushurire drejtë. Jo, je human, je njeri, duhet të kuptosh, domethënë, duhet të ndjesh se çfarë ndjen tjetri dhe në këtë vash, domethënë, humaniteti edhe humanizmi që krijohet, që tregohet edhe ushqehet, domethënë që gjithë secili të ketë ato mundësinë të ketë të formoj një farë lloji vetbesimi në bazë të njohurive, domethënë që mund t'i marrë nga Dona, mund t'i marrë nga Bleoni apo ku dëgjon nga kur mund. Ideja është ta marrë një lloj mesazhi, ta kuptoj që është diçka me rëndësi, ta kuptoj që ka edhe rrugë të tjera, domethënë ta kuptoj që mund të dalësh nga një kurth, ta kuptoj që nuk është fundi i botës. Kjo është gjëja më e rëndësishme, të ndalohen, le të themi, fatkeqësira, të ndalohen vetvrasje apo vetlëndime, qofshin ato etj etj. Kjo janë gjërat më të rëndësishme. Pastaj njerëzit që thonë që se nuk ndodhin këto, mendoj se janë thjesht shko, as të paditur nuk janë, se të jesh i paditur është diçka edhe mos të duash të dish është diçka tjetër. Ta pranojnë, unë mendoj se nuk e duan ta pranojnë, edhe është me dëshira e tyre, domethënë që ti kundërvihen një gjë që është realitet. Domethënë mbase për arsyet veta personale unë nuk e di, nuk i bëj apelin domethënë, por di të them që nuk kam ndonjëherë respekt domethënë të madh, përkundrazi, dhe ajo çfarë më bezdis domethënë është mungesa e grupimit të faktorëve domethënë që çfarë pak rëndësi ka gjenis që luajnë role të ndryshme në problemet sociale, domethënë më duket sikur mungon pak ajo bashkimi së bashku duke goditur një problem në të njëjtën kohë derisa të zgjidhet, pastaj duke vazhduar me problemin e radhës derisa të arrihet një farë lloj mirëqenie të paktën bazike emocionale në shoqëri, të paktën mos të ketë frikë të vejë në polici vajza, domethënë. E ke parasysh këtë shikoj sikur mungon pak. Edhe sa herë që ndonjë mashkull mundohet të përfshihet aty, po e thon ja do futet ky. Jo, meshkuj s'merrni vesh, nuk besoni, nuk bëni, domethënë futesh, bën siç janë ata plerat Facebook që thonë se i bëjnë të gjitha njësoj, do thonë kërkoj vet. Nga e njëjta gjë bën nga ana tjetër, pastaj jo pse ju nuk e dini, jo pse jeni kështu një ashtu. Edhe kjo më duket se është goxha toksike dhe vërtet si shoqëri, si njerëzit normal, që nuk i bën qaf njeriu, domethënë humbasin shumë nga kjo. Domethënë duke u shpërndarë dhe duke u grupuar gjatë gjithë kohës, domethënë në mini grupe sa më të vogla, edhe humbasin atë fuqinë e madhe që krijon numri dhe masa. Se kanë humbur besimin, prandaj për shembull edhe për kaza të tilla edhe vet vajzat, gratë, se tani po targetoj këtë grup me që ishte këtu biseda, e kanë humbur besimin se
të tregomi të vërtet, shumica e reagimeve që janë bërë drejt këtyre kauzave kanë qenë për të fituar projekte. Edhe Po. hajde bëjmë diçka për të dukur. Po, Le të mos me flasim për emra ata shumë prominente që i kanë bërë vetëm për të Patjetër. ndërtuar vilat e tyre, patjetër. Patjetër. Pastaj por të flasim për institucionet të cilat për fat keq në Shqipëri e kemi kuptuar që thuajse kanë një rol zero. Dhe pastaj vetë individi i cili është viktimë e një situate e gjen veten, domethënë pa shpresë, se nuk di ku drejtohet. Se do drejtohet shoqërisë civile, do drejtohet organizatave, do drejtohet institucionit dhe në fund prapë do kthehet tek paragjykimi ndaj tij ndaj saj. Për fat keq. Shiko, çfarë bëhet në një rast të tillë? Po bëjmë muhabet, jemi në një kafe të dy bashkë, domethënë ti po më tregon këtë historinë e kësaj vajzës që mua vjen keq i pas ka ndodhur në atë lloj mënyre. Çfarë është rrugëzidhja këtu domethënë me mendjen tonë të thjeshtë. Ç'a bën njeriu në këto lloj rastesh? Se kanë ndryshuar vitet e fundit, po thyen barrierat mes familjes dhe fëmijës. Sepse shpesh mbase duke krijuar një lloj izolimi të marrëdhënies prind-fëmijë, edhe të frikës për të thënë gjërat brenda dyrave të shtëpisë, shpesh sjell edhe gjëra më të mëdha jashtë atyre dyrave. Unë jam gjithmonë që një individ, nuk dua ta them as vajzë, gocë, mashkull, duhet ta ndaj në gjini. Pra një individ, cili do të qoftë ai, dhe çfarë do që t'i ndodh, unë jam që duhet reaguar dhe duhet ta flas me dikë. Pra gjithmonë duhet folur me familjen, me shoqërinë, drejtuar ku di unë, sot jemi në pjesën e teknologjive, pra sot kemi hapësirë mbi të gjitha për ta shprehur qoftë dhe anonim në për faqe të ndryshme sociale, në rrjete të ndryshme sociale, në media, për të kërkuar ndihmë, edhe për të mos u ndier të se e shikoj që ndihen të friksuar dhe patjetër edhe e kuptoj se ndodh edhe që shpesh ti denoncon, ti flet, s'të merr kush për bazë, ti denoncon, po do të vonoj sa të ndiqet ajo çështja jote, e sa të vi rradha për të parë çështja jote, po sa të regjistrohet si kallëzim. E di që ka procedura të cilat thonë më mirë po hesh se askush nuk më beson edhe nuk do të dalë gjë në dritë. Por prap mendoj që duhet ngulmuar fort për të vepruar. Pra as nuk duhet heshtur, duhet folur, duhet ngritur zëri dhe duhet me tregu që nuk pajtohesh me atë që të ndodh. Një nga problemet, domethënë për pjesën e reagimit ose le të themi kallëzimit, që mund të bëhet, qoftë familja apo shoqëria, qoftë edhe në polici, domethënë që e kam folur me disa mikesha të mia, domethënë për jo vetëm, është një nga faktet që reputacioni, emri, kupton. Po nëse unë e them që filani, një që birqeni më përdhunoi, domethënë do më tali nami si ajo vajza që u përdhunua, për shembull, dhe do më ndodhi kjo, do më ndodhi ajo edhe tjetra. Si i shpjegohet një vajze adoleshente ose jo, ose edhe e rritur, domethënë edhe adulte, edhe mbase edhe më vonë që është më mirë të dalë një emër i tillë për të jesh e sigurt, sesa mos ta thuash fare, domethënë të ta vuash gjithë jetën duke e mbajtur atë barr me veten tënde. Jam e bindur që në momentin e parë është vështirë t'ia shpjegosh, sepse patjetër është ngulitur edhe e keqja e mediave sociale në këtë rast dhe e mediave në tërësi është kjo, se her pas here pas situatave që kanë ndodhur dhe janë bërë publike, është shkuar në publikim të detajeve shumë personale ndaj individëve, që ka sjell pastaj edhe këtë strukën. Pra unë mendoj se mediat siç ndikojnë për mirë, ndikojnë shpesh edhe për keq, situata të caktuara dhe situata të tilla. Dhe është e vështirë t'ia shpjegosh që reputacioni do të bëhet publik gjithçka për ty dhe reputacioni do bie, por mendoj që njeriu duhet të mendojë edhe për te vetes. Dhe duhet të mendoj se çfarë po bën edhe për të tjera si vetja, apo për të tjerë si vetja, edhe se sa mund të nxjisë të tjerë njerëz që mund të ndodhen në një situatë të tillë për të reaguar. Pra gjithmonë duhet shkuar pak për te vetes, se njeriu është qenie egoiste dhe nganjëherë mendon edhe domethënë për te gjithë dhimbjes apo për te gjithë sulmeve që mund të marrësh, për te gjithë përqendrimit të vëmendjes do jetë ndaj teje, gjithmonë mendoj dhe do bëj asirje çdo individi, çdo gocë, vajze, gruaje që mund të ndodhet në një situatë ku qoftë abuzimi, qoftë bullizimi, qoftë përdhunimi, të mendoj gjithmonë që është zinxhir
dhe ajo po tërheq, po shpëton njerëz të tjerë pas vetes nëse reagon dhe nuk hesht. Shpresoj domethënë që sa më shumë viktima apo edhe një vajza apo edhe djem që mbase nuk janë akoma viktim, po e ndjejnë se diçka po i ofrohet e kanë ku dëgjon në një stalker, në një prindjekës apo në një tjetër si ato që përmendëm. Shpresoj që të kuptojnë faktin, domethënë që gjithmonë minimumi ke Zotin me vete dhe nëse ke vullnetin diçka në fund do bëhet. Nëse këto lloj tematika është shumë i vështirë ti mbyllesh me ndonjë fjalë të bukur edhe me një nocion pozitiv në fund, por përveç se shpresës, kështu që unë besoj se situata kritike është situata shumë kritike në Shqipëri, duket që jam lodhur sot që kam folur shumë. Ta pranojmë, por është realitet që ndodh, kështu që shpresojmë shumë që realiteti të bëhet më i mirë edhe unë thjesht kërkoj një egërsi, domethënë. Unë kërkoj që thjesht populli të bëhet pak më i egër, të kërkoj një farë unë dua që thjesht ligji në letra për krime të tilla, domethënë të eskalojë në një mënyrë. Të jetë i njëjti me vrasjen, sepse unë e shoh nga ana psikologjike, me aq kapacitet sa kam unë si njeri thjesht për të kuptuar dëmin e tillë, mendoj që minimumi ti jo vetëm që i shkatron jetën një vajze, por ajo nesër pas nesër do ketë një familje, do e përcjellë të gjitha ato masa dhe brenga, kështu që ti i bën dëm shoqërisë minimumi 2 breza. Mesatarisht 3 breza me radhë, domethënë të krijon një dëm shoqërisë. Kështu që nuk ka asnjë arsye pse ligjet për krime të tilla, domethënë mos të eskalohen. Të jenë të zbuta, të buta. Është, domethënë të mundohesh në mënyrë logjike të kuptosh pse për krime të tilla ndeshkimet janë të vogla. Është shumë e thjeshtë të futesh në konspirim, domethënë edhe në këto, sepse është thjesht logjikisht e pakuptueshme, domethënë pse këto dënohen kaq pak. Gjithsesi, ta bëjmë çik gjën më interesante. Një nga gjërat e para që del pastaj, domethënë në kërkimet e tjera është u bën shumë gjëra. Po janë 4 gjërat e para. 4 gjërat e para, e dyta më thënë, por që është e para, sepse është goxha clickbait edhe kështu eye candy, domethënë që të tërheq direkt, ishte ai bifi që ke pas me Edramën. Domethënë gjatë kohës, çka kishte Edi, pse u mërzit? Po, tash Edi u mërzit ose ka vendosur maskë. Edhe? Pra, zakonisht ne ishim në periudhën e pandemisë, edhe maska ishte detyrim, patjetër. Unë madje kam kërkuar falje publikisht që atë periudhë nuk kisha më maskë. Ka një gjë të tillë. Është një gjë shumë e lezetshme se unë atë periudhë u etiketova, domethënë u sulmova në rrjetet sociale nga individë të caktuar, kryesisht edhe nga faqe robotike, si vrasësja e njerëzimit, si personi që që krijoi hallkën e zinxhirit helmues dhe shpërndarjes së Covidit, domethënë ka qenë një periudhë që çfarë nuk lexoj sa e mendoj na herë. Normalisht shteti jon punon fort shteti. Këtë kam bërë. Zakonisht ndodh kur je në media, shiko, përveç gjës që mbulon, fushës që mbulon, unë kam mbuluar 80% social kulturën, ngjarjet kulturën më shumë, po të ngjarjet sociale, gjithashtu dhe politikën rajonale. Por më shumë kam qenë fokusuar te kultura. Por ndodh që të shtunë dhe të diel, gazetarët jemi pushim, pra jemi të përgjysmuar. Dhe ti të ndjekësh edhe gjërat e kolegës. Kështu që një nga këto rastet ishte ajo që ishte vaksinimi në një shkollë mësuesve, mos gabohem, dhe na kishin thënë që ka vizitë ministri i shëndetësisë. Nuk kishte i planifikuar kryeministri të vinte. Dhe patjetër isha në makinë bashkë me shoferin, siç ishim gjithë mediat me operatorin, po prisim sa të vinte ministrja. Dhe direkt na thonë që do ketë live, pra do ketë një deklaratë live, se kryesisht ishin thjesht për të marrë planin ndonjë sinkron për të bërë kronika më vonë. Edhe unë dal vrap nga makina, shkojmë dhe na del zoti kryeministër aty. Ai që në atë moment që komunikimin e parë me gazetarët, në atë moment dukej që e kishte ndarë mendin se her pas herë është i frymzuar për të pasur debate me gazetarët, për të pasur atë momentin e tij, dhe filloi të hitte ndonjë batutë që në fillim. Siç duket e kishte ndarë mendjen për të bërë diçka. Ishte ardhur me spatë. Po, dukej. Edhe filloi konferenca, unë aty duket, deklarata për shtyp, unë kam një shall dhe me thënë drejtën është e njëjta gjë
për qenë të sinqertë se si maska si shalli nëse do shërbente për mbrojtje, ti po e Që nuk shërben. okay, Spoiler alert. Ligjërisht, po them unë, ligjërisht edhe moralisht isha unë gabim. Po e pranojmë. Dhe po tërhiqemi. Tani, unë drejtohem ministres 2-3 herë, po flisim për vaksinimin dhe i bëj. Po, televizioni ku unë punoja ka qenë televizion opozitar, në kuptimin që realisht ka mbrojtur kauza shumë të forta dhe nuk është sërcënuar ndonjëherë për të bërë një pyetje. Dhe nëse vëre tek videoja tek përballja, kryeministri shikon të herë mikrofonin, pra unë i drejtohem ministres për t'i marrë përgjigje, por ma shmang sa mësues do vaksinohen, nuk e mbaj mirë mend pyetjen se do ketë qenë 2021 që mos gabohem. Edhe ma shmang 2 herë. Pastaj kalon tek kryeministri dhe po i bënin kolegët pyetje dhe ai kur filloi të humb pasdurimi dhe pa 2-3 herë mikrofonin, shko merr maskën, më thot mua. Unë vetëm ul kokën, vendos shallin dhe s'flas. Ik ma bëm jo të më shtyr me këtë pjesën e dorës si ka ai. Po, unë e di dhe e kuptoj impaktin që mund të ketë diçka me Edi Ramën, sepse ashtu e ka të realizuar ai skenarin në kokën e tij, por dhe strategjinë të tij të komunikimit. Tash ai çfarë lloj strategjie komunikimit ke pasur atje nga ana e tij ishte një epic fail, domethënë sepse ai tani se në qoftë se ne do i futemi dhe ne me spac, si ju futet Edi Rama, domethënë po prek një gazetar, po prek një vajzë, po prek një vajzë që është edhe më shumë herë më e re se ti, po pret një njerëz që është gazetare dhe nuk ka pozicion publik që është e mbrojtur se si je ti, domethënë. Kështu që ka çdo që ta rrotullosh, domethënë ai është fail komplet aty në mënyrën ajo, shiko, është një çik okej, nuk është ndonjë kështu degeneruese, domethënë, nuk është të shtyll kështu që të akuzojnë ishte diçka e thoshë. Po është aq ordinere, aq bajate, domethënë në mënyra që e kupton se po të kishte hequr direkt në mënyrë kështu si blitz, që nuk dukesh, domethënë, okay, po ai të shtyn avash është shumë lame, domethënë, është shumë painful për ta parë nga ana e tij. Besoj që pse me mora me mend çfarë mundote, largimi im ishte edhe im, domethënë unë me timën nuk përpoqja të reagoja shumë qetësisht sepse e dija që nuk do shpëtoja pa u bërë lajm, dhe unë nuk doja unë doja të shmange një situatë të tillë, pra nuk doja të kisha një përballje sepse e dija që mbaste edhe unë pastaj nga nxitimi mund të krijonin një debat të panevojshëm dhe do zhvendosej vëmendja, se her pas herë është edhe për të zhvendosur sa të periudhë ishin apo bëheshin testet, apo bëheshin testet, apo funksionon. Jo, ai është mjeshtër për të zhvendosur vëmendjen, e dim atë. Eksakt, dhe unë largohem. Tani unë dhe bukur është se unë nuk e tregoj fare si ngjarje as në redaksin time kur shkova. Dhe i them kryeredaktores, dëgjoj them, shu ka ndodhur një mini incident i vogël me Ramën, po të lutem ne nuk do e transmetojmë, as nuk do e bëjmë lajm, se e di se si hidhen edhe ata për të mbrojtur. Po jo as se kishte parë fare. Shqyr them unë. Pas 10 minutash, 12 minutash, s'po pushonin portale, telefonata, video. Thash çau bë, dhe bjen mua drejtori. O dona, po që ka ndodhur me Ramën? Që ka ndodhur? Po e kanë gjithë dhe ne nuk e ke. Jo. Po nga zi me Ramën, më marrin pastaj se. Do të thënë, kjo është arsyeja pse unë s'doja të bësh lajm për atë, se kemi një tmet se politikisht i përdoresh. Pra, për opozitën, ishte momenti që të përdorej dhe të reagonin ndaj sulmit të kryeministrit ndaj një gazetare. Ama si unë ndjeve kur doli dhe Ilir Meta edhe PD-ja ka folur, domethënë atje, si unë ndjeve ato kohë? E privilegjuar bla. Shiko, më morën nga zyrat e shtypit të 2 selive, normalisht unë do të i kanë falenderuar patjetër kolegët të cilët merren në zyrat e shtypit. Dhe u thash që jo, nuk është e nevojshme të reagohet, ju lutem. Pavarësisht se nuk është se ma vuri kush veshin. Po, le tash xhigeni këto. Xhigeni këto. Po, nëse ka pas një koment perë, si më tha, këtë është më lezetshëm se ti kur përballesh apo kur ndodh një situatë tillë me kryeministrin në vendin. Tu ka marrë parasysh impaktin që Rama ka tek publiku dhe mënyrën si domethënë edhe të atyre që të kishin mbrojtur, prap ishte ajo, ja ka bërë shumë mirë, po edhe pak e ka shtyre, kuptonte, ja ka bërë, sa ajo po dëmtonte njerëzimin. Po dëmtonte njerëzimin, po merrte një qam, po pastaj bëra një reagim edhe unë pak të nxituar. Unë e mendova me qetësi, por edhe se mendova me qetësi mbasi se reagova publikisht pastaj në rrjetin tim social, në rrjetin mia social. Edhe
Këtë nuk e kam në mendje. Duhet na Në fakt, rikujtosh pak. po, portalet prapë morën si deshëm dhe lajmi ishte pas këtij reagimi që kryeministri Rama më thanë kishin për portalet tonë. Gazetarja kryeministri Rama ke borxhe për të larë. Unë realisht e kisha thënë që unë i them që unë e pranoj gjën time deri ku mund të kem qenë pa mask, të marr parasysh dhe dua të respektoj gjithë ata persona cilët kanë individ që kanë mburit nga Covidi, e kanë përballuar shumë keq të situatë, në këtë aspekt unë e ndjej veten fajtore. Nga anët e tjera, 1, 2, 3, sepse aty kisha kolegë të tjerë që ishin pa mask. Po. Pra situata nuk është se ishte si isha unë në zinxhiri i rrezikut. Dhe normalisht i them që mendoj që megjithëse nuk është se më ke bërë ndonjë gjë mua, por në tërësinë e gjërave që ke besoj disa mëkate për të larë përballë shqiptarëve. Dhe pastaj filloi rrjeti portaleve sërish. Po një titull që kam lexuar më tonë ishte diçka në vjet që ajo vajza ja mund apo ajo ka qenë për Valbonën, se shikon është e thellë për plasje me Ramën. Kemi histori të vjetra. Aha, pa hajnjë. Kur unë isha kisha mbaruar gjimnasin duket apo viti i parë i shkollës së lartë. Atëherë ishte zhvilloshin protestat e para për kundër ndërtimit të hidrocentraleve në lumin e Valbonës. Edhe leja ishte dhënë nga qeveria Berisha, patjetër. Domethënë kishte filluar nga ata, ishte mbajtur në të njëjtën linjë nga kryeministri Rama, por ka qenë një periudhë padish kundër padish, gjykata, vendime, domethënë të ndërtohen, mos ndërtohen, ka pasur një zhurmë shumë të madhe dhe në fund filloi dhe realisht flasim të drejtën, jo se unë jam nga Tropoja, po Valbona është pjesë e territorit vendlindjes time, po ajo çfarë po bëhet periudhën e Valbonës aktualisht është prezente edhe sot, është e pahishme dhe është e dëmshme. Se ti nuk mundet të më thënë nisur nga Berisha, por unë atë periudhë unë hodha një status në Facebook atëherë dhe i drejtohesha Ramës sepse ai ishte kryeministri aktual. Dhe ishte një letër shumë emocionale, prandaj të thash unë kam filluar të heq dorë nga emocionaliteti, sepse duke pasur 2-3 situata kështu nuk e kuptova që nuk do të jem vetëm ky individi që merret për këto dhe krijon lajme për këto. I them që të lutem kryeministri i vendit, a mund të ndalësh ndërtimin e këtyre hidrocentraleve, Valbona kështu, Valbona ashtu. Po letra u bë shumë virale që unë atë periudhë nuk është se isha angazhuar as media, domethënë sa kisha filluar shkollën e lartë muaj i parë, në nëntor, duke ndodhur fund tetori, unë tetor kisha filluar shkollën, në nëntor kishte ndodhur letra. U bë shumë virale, u shpërndau, u bë zero filtra, direkt që në muajin e parë, bam. Dhe unë e di madje ka qenë data 7 nëntor, dita e ditëlindjes time, kur vëlla më merr në telefon dhe më thot: "Moj të ka kthyer përgjigje Rama", thot. "Ka kthyer përgjigje kujt se unë?" "Por të ka kthyer publikisht", thot. Dhe me ironinë, i thash unë pas ka bërë dhurate, hajde dhuratë. Po. Me ironinë e Ramës, së kryeministrit, me folurën e tij, kishte thënë vajz, letra ishte publike në profilin tim. Unë isha një 18-19 vjeçare atë periudhë, 14 vjeçë të kem qenë. Dhe kishte thënë vajza anonime nga Tropoja, dashur vajza anonime nga Tropoja. Valbonën nuk do gjej asgjë, thjesht nuk do jetë më ajo virgjëresha më pashme, por do ketë disa nishane në trupin e saj. Se gjuhë artistike e kryeministrit. Boba, ai është sa cringe është ai njeriu, zoti i madh. Nuk kishte vazhduar pastaj që nuk pa kam bërë unë, po ua ka bërë biri juaj edhe kështu edhe ashtu. Po biri juaj meaning Saliu. Po, patjetër. Është shumë i ndyrë ai, domethënë, shiko, po të shikosh mes rreshtave, domethënë Rama është goxha eksplicite, shumë i hidhur, domethënë, me gjërat që thotë, është goxha goditës. Patjetër, shiko, mendoj që arma më e fortë e Ramës kjo është aftësi. Është showman ai, është si Trumpi, do të thonë që i bën njerëzit të kënaqen, është si Big Brother. Ai ka një dorë shkrimi të mirë. Këtë gjë nuk mund t'ja mohojmë. A ka një komunikim, ditë maj bëj spektakël, ditë dhuroj spektakël, ka që... Pastaj, nëse flasim për gjëra tjera, nuk jam dakord. Hajde flasim për gjëra të tjera me që erdhëm. Një nga arsyeja kryesore, pastaj se unë fillova nga poshtë dhe që arsyeja kryesore që unë doja të flisnim bashkë, është aktivizmi jot më
i tanishëm, domethënë me i fundit, edhe le të themi, nuk e di si është për ty, po më le të themi një nga përmasat më të mëdhaja, ose me përmasat më të mëdhaja deri tani. I nisur apo i dejuar, unë nuk e di, por me ndjenim në mendjen publike është nga le të themi një figurë e pëlqyer edhe nga ana ime personalisht, siç është Adriatik Lapaj, që është Shqipëria bëhet. Por problemi është se Shqipëria nuk po bëhet, dhe ne kemi diku të 34 vjet që duam ta bëjmë, po deri tani nuk kemi nxjerrë gjë në shesh, domethënë, edhe po rrotullohemi ande rrotulloha këtej, domethënë si kështu si mace e ngordhur pothuajse. Edhe shiko, unë i kam në përgjithësi politikanët, por jo vetëm politikanët, njerëzit publik, domethënë që kanë një çik kështu emocion, siç e kishe ditë tek letra, domethënë siç e ka Adriatiku, për shembull është mishërimi e emocionalitetit malësorëve të jugut, domethënë. E ke parasysh edhe ka një farë lloj populizmi, domethënë që jo domosdoshmërisht është në konotacion negativ, por që ndez, ose siç thon kosovarët, dhez. Edhe e bën domethënë e ka efektin e vet, janë gjëra që të bëjnë viral, po edhe viraliteti njerëzit shikojnë që po se u bëre viral, po që s'bëre gjë. Jo. Viraliteti është një mjet që të ndihmon të sjellësh një farë lloji vëmendje tek vetja jote, edhe kur vëmendja ka ardhur aty, atëherë mund të shtjellosh dhe mund të ndjekësh tematika të tjera. Tani Shqipëria bëhet, unë do ta them, pavarësisht se unë e pëlqej si gjë dhe e suportoj edhe vetë personalisht, domethënë, emri mund të kishte zgjedhur më ndryshe, domethënë, edhe është një pjesë e madhe e njerëzve që mendojnë që emri mund të ishte një çik jo kaq cringe, domethënë, jo kështu se duket si diçka që e thot Ilir Meta. Për arsye të ndryshme pse është zgjedhur ky emër. Kjo vetëm për të parë në vijim. Ama është një emër i bukur. Shiko, tani. Është i bukur. Është i bukur. Bukur. Tu vjen dakord gjithë. Që është emër që edhe nuk sulmohet lehtësisht, është emër që nuk sulmohet lehtësisht. Është nuk sulmohet lehtësisht, po. Domethënë e keni inxhinieruar këtë pjesën e emrit. Kemi inventuar shumë Po, në fakt kemi qenë në diskutime se ne që në momentin e bashkimit si ekip, si grup, Adriatiku ka një të mirë që paktën para sa unë e njoh, se Adriatikun e njoh që në 2018, por besoj që lëvizja Shqipëria bëhet na ka bërë më shumë së bashku. Ka këtë që kërkon dhe e merr mendimet e të gjithëve, pra jemi përpjekur të funksionojnë paktën për këta 4-5 muaj totalisht si ekip. Kështu që edhe emri ka qenë her pas here kemi qenë diskutime, nëse logoja, nëse kjo, nëse emri, nëse ngjyrat, dhe në fund dolëm në një diçka më të përbashkët, në një ide më të përbashkët, që Shqipëria bëhet me atë logon me dallën ndryshe dhe me pak ka një sfond si portokalli dhe si horizont që pse portokalli plak? E kam vënë sepse juve jeni bërë all-in, domethënë ti thuaj pak portokalli, por unë kam vënë domethënë edhe individët kur dalin, sidomos ato të gjinisë femërore, domethënë janë all-in me të portokallinë, është kudo domethënë. Nuk e humbet dot. E ke parasysh? Shko, në zyrat kemi portokalli, kjo është ide, edhe kur i bëjmë foton na del sondi nga mbrapa. Po t'ja ime profilit është me atë dhe me një jaket portokalli. Logo jam betet për të diskutuar një moment të dytë, se të dalim tek Shqipëria bëhet, që është një emër shumë i bukur, një slogan shumë i bukur, dhe ne shpresojmë shumë që përveç se një slogan edhe përveç se një term që mund të ngel në mendjet e njerëzve, të përkthehet realisht në një punë produktive edhe në një rezultat produktiv. Ajo çfarë kemi bërë për gjatë këtyre 4-5 muajve për mua është shumë vendimtare dhe shumë e rëndësishme, sepse nuk e kam menduar ndonjëherë personalisht më përpara, po të më kishe pyetur a do përfshihesh në politikë. Do thoja jo. Pra ne jemi një lëvizje dhe kjo vlen për të seksuar aktualisht, në momentin që po flasim, ne jemi një lëvizje politike, qytetare, por me background politik. Po nuk do me thënë që nuk mund të bëheni parti, kjo nuk do me thënë patjetër. Pra nuk po e mohojmë që mund të bëhemi parti, por kjo varet kjo më pëlqen domethënë, se nuk kam qef kështu kur thonë që ja po si jemi kështu nuk do bëhemi asnjë. Më pëlqen pak të thonë që tani jemi kjo, nuk e di se ç'a ndodh. Ne nuk mund ta mohojmë, por kjo varet nga mbështetja dhe nga çfarë duan njerëzit. Nëse njerëzit duan që ne të përballemi, patjetër do përballemi në zgjedhje. Nëse njerëzit nuk duan që ne të përballemi dhe nuk jemi në pikën ku të përballemi, pastaj nuk kemi pse të përballemi. Kjo varet gjithmonë nga
sa na duan njerëzit, sa duam ne së bashku me njerëzit të arrijmë të bëjmë diçka ndryshe. Kështu që është bëj veprim, se tek e fundit ne e the edhe ti, nganjëherë merresh thjesht si populist Adriatiku, apo si ne po bëjmë vetëm populizëm, po dalim po flasim me njerëzit, por realisht në 4-5 muaj ne po bëjmë gjëra që qoftë ata që janë në pushtet apo qoftë ata që janë në opozici kanë bërë edhe përgjatë viteve të qeverisjes apo edhe të pushtetit të tyre, se nuk është populizëm të shkosh dhe ti takosh njerëzit në zona të cilët thuaj se kanë harruar edhe ekzistencën e tyre. Jo, nuk shiko, unë kur thash pjesën e populizmit, ne i referohem në mënyrë eksplicite vetëm. Okej. Ti e sqarove mirë, por është një nga gjërat që ne dëgjojmë. Domethënë, dy nga gjërat që ne dëgjojmë maksimalisht është populizëm dhe Sorosi. Domethënë na janë bërë aq shumë të Do vi dhe te Sorosi, po te populizmin unë si bleon populizmin nuk e shoh si gjë negative, që të jemi të qartë. Po. Unë nuk mendoj se populizmi është gjë negative. Shpresoj që gjithë njerëzit ta kuptojnë që edhe populizmi nuk është gjë e keqe, sepse kjo ideja domethënë është ta kuptojnë që jam dakord nëse do ishte diçka e cila do shitej e si e tillë thjesht për të bërë virale, thjesht për të ecur në rrjet, po do jepja një farë të drejtë. Por kur e kuptojnë që kjo gjëja po tregon vendosmëri dhe po jep rezultate, ka njerëz aty që po merren nga mëngjesi deri në darkë, ka njerëz që po hartojnë projekt ligje, ka njerëz që po dorëzojnë projekt ligje, ka njerëz që po këmbgulin për votën e diasporës, për ndryshimin e sistemit zgjedhor, për depolitizimin e administratës zgjedhore, për referendumet. Pra, nuk është se jemi thjesht një grup individësh që na u tek sot që të hiqim dorë nga jetët tona dhe hajde dalim e të bëhemi çik më të famshëm, më të njohur, të bëjmë sikur po shpëtojmë Shqipërinë. Jo, nuk është as pak e vërtet. Ne jemi një grup njerëzish që mbi të gjitha na kanë bashkuar parimet dhe vlerat dhe shpresa dhe besimi që kemi çfarë t'i japim këtij vendi dhe mund t'i japim këtij vendi diçka më të mirë se ç'është dhënë deri tani. Shiko, 3 pikat janë më të qarta, ato 4 pikat, më saktë, janë të qarta. Ne do në përshkrimin e këtij episodi do vëmë dhe linkun, domethënë tek përmbajtje, sepse unë me të vërtetë besoj deri diku, por duhet të tregohem i sinqert, domethënë si me ty si me vetë timi, që kam edhe unë pikpyetjet e mia dhe për të vetmi fakt, domethënë sepse unë nuk kam edhe shpërndar mesazhet e tia për një farë kohe. Akuza për të ka nga disa lloje, ka qenë me dikë tjetër më përpara, pastaj ka bërë këtë, por nuk ka funksionuar. Kjo gjëja e Sorosit që sa vjen edhe po përdoret më shumë, nuk e di. Ajo është një scapegoat që njerëzit e përdorin domethënë thjesht për të hequr, hedhur poshtë dikë. Është vetëm gjë që është përdorur, Blon, ndjes si po të ndërpres, por nëse merresh që me fillimin e lëvizjes apo edhe të Adriatikut si divit, po të ne gjithëve, pra nuk kam parë që ndonjëri prej nesh është kapur profesionalisht apo lvizja si gjë çfarë po bën, se domethënë vetmja kartë që është këmbgulur kryesisht. Po pse pra? Se nuk ka domethënë diçka nga juve që ta vëj këtë debat në gjumë. Nuk po them nga ty personalisht, mund të jetë nga i zoti punës. Në fakt nuk është se është lidhja direkt që akuzohet për pjesën e Sorosit, por është Adriatiku si figurë. Është sigur ti domethënë në intervistat që bën, ti fton personazhe të ndryshëm. Po. Ti një nga këta personazhe që ke intervistuar mund të jetë me Sorosin, jeti me Sorosin? Tani a të lidhet kjo gjëja? Pra, unë si gazetare kam punuar një televizion, kam pasur një pronar. Po. Kjo gjëja mua nuk më bën që të kem lidhje të drejtë për drejtë me pronarin, bindjet e tij apo ideologjinë e tij. Siç edhe Adriatiku ka qenë avokat i një çështje, disa çështjeve të cilat janë paguar nga fondacioni në fjalë, por si avokat, pra mbaron është kontrata ajo që mbron çështjen e Shqipërisë. Këtu bazohet i gjithë shantazhi publik. Ku është e gjitha, kaq nuk e prandaj edhe ai nuk ka pasur pse ta ngas më shumë, se është diçka e qartë, e bardha në zezë, s'ka asnjë lloj. Jo, shiko, unë duhet të kundërshtoj minimalisht këtë dona, sepse unë mendoj që nga ana e Adriatikut vet, si person, se nuk do ta kalojmë bisedën e Adriatikut. Adriatiku kur pranoi ftesën vet, do vi, do flasi edhe etj etj. Po thjesht unë mendoj që nuk është e drejtë që mos ta kishte bërë këtë shpjegimin, sepse për shembull unë si Bleon po gjej për herë të parë nga ty. Jo, e ka bërë. Është pyetur zëmos pas prezantimit të lëvizjes publikisht, është pyetur në disa televizione, pasi ta mbarojmë unë po t'i nisë me linqe që jo vetëm që do më nisësh me linke, por ne këto linke do t'i vëmë të gjitha në përshkrim, që gjithë secili që ka interes, domethënë që ka dyshime të veta, të futet me një klikim e ta lexoj. Shiko, problemi më i madh domethënë në fakt, le të themi atë që është e vërteta,
për ata që kanë 2 lekë në kokë, nuk është Soros i problemi më i madh që ne kemi me Adriatikun dhe me Shqipëria bëhet. Frika më e madhe që ekziston rreth lëvizjes Shqipëria bëhet është pragmatizmi i përditshëm i njerëzve që kanë frikë se mos është një lëvizje mjaft e radhës. Domethënë, mos është një lëvizje që thjesht do shpërndaj voton opozitare, pjesë të ngri, se ka dalë 3-4 tjera. Para 3-4 ditësh po flisja me një grup që flasin me njëri tjetrin, që janë kështu ca gazetar, ca mjek, ca gjëra flasin për qefin ton. Edhe po tregonin njerëzit që po ka dalë njëri këtu, njëri atje, njëri ka nxjerr këtë, njëri ka nxjerr të djathtë, njëri të majt, njëri në qendër, njëri socialdemokrat, njëri konservator, e kupton? Edhe kishin ndan një sër, një lloj morie, grupimesh të vogla, domethënë që fatkeqësisht po ta mendosh pak në largpamje, domethënë që s'do bëshin bashk. E zëm se juve keni 4 pika, në qoftë se të gjitha ata do bashkoheshin minimumi të 1 pikë, mbase edhe do bëhej ajo pika. Edhe frika më e madhe e shqiptarëve të paktën që janë konshient politikisht është kush e ka të sigurt që kjo nuk është diçka fake, kjo nuk është një impjant, domethënë vetëm për të dëmtuar opozitën dhe për të mbajtur atë pushtetin. Kurse që ne flasim sot kemi opozitë, jemi normalisht. Ajo është mirë qenë. Këtu nuk të kundërshtoj. Tani, ka një unë mendoj që ne nuk mund të marrim për fajet apo përgjegjësi që i kanë bërë ata para nesh. Pra nuk e meritojmë, qofse unë s'kam qenë e përfshirë në politikë, qofse tjetri nga anëtarët e ekipit nuk kanë qenë të përfshirë në politikë dhe s'kemi pas pushtetur përpara, nuk kemi përse të vishemi me atë çfarë kanë bërë. Jo, shiko. Unë nuk jam si opinionistët e Fevziut. Unë nuk po e ta drejtoj pyetjen në mënyrë që çfarë do bëni. Thjesht unë dua, domethënë që ju vërtet nuk keni, normalisht zoti dëshmitari, që nuk keni përgjegjësi se çka ka ndodhur përpara dhe kjo është e bardhë mbi të zezë dhe këtë nuk e luan topi, nuk diskutohet. Ky është fakt. Por kjo është një soi sikur dikush që është me traumë psikologjike, që kur vetet e psikologu, nuk do i thoj psikologu direkt ç'a ndodhi, por do i afrohet problemit avash avash. Dhe juve një populli pranon të rrim atë traumën që ka tash sa vite që po rri, se pra njeriu është në kërkim të ditë, sepse ti nuk mund të rrish prapë me traumën me të cilën jeton. Kalon një farë kohë dhe nuk e di që ke traumë, është kthehet në normalitet. Edhe për një pjesë të madhe të popullit, shqiptar, trauma që ata kanë politike është normaliteti. Kështu që ju visi lëvizit. Atëherë pse ankohemi? Që kemi mirë atëherë. Po, unë mendoj se ju keni as faja as një lloj përgjegjësie, domethënë. Edhe them dhe rithem, edhe ky është fakti, nuk keni as një lloj faja as një lloj përgjegjësie, por mendoj që do ishte më mirë, thjesht le të themi një farë lloj këshille, pastaj kush jam mund të jap këshilla, por që si e mendoj unë në sytë e mi ose në mendjen time është fakti që do ishte pak mirë nëse në një mënyrë apo një tjetër të mundohej të jepni një farë lloje sidoqoftë edhe hije garancie. Ju nuk keni se do i jepni, nuk do i prisni një gisht, domethënë. Ja, unë janë njerëz, domethënë nuk e di çfarë garancie mund të presësh nga individ të cilët atë që e kanë thënë, edhe që po e thonë ti rrugtimi, po e mbajnë. Pra ne kur e kemi nisur me datën 16 shtator ne kemi bërë prezantimin e parë zyrtar në Tiranë, pranë zyrave të lëvizjes. Dhe aty kemi thënë publikisht 4 pika tona. Ka këto 4 pika tona, pas 4 muajsh që po flasim, ne kemi 2 projekt ligje të çuara në parlament. Pra kemi dorëzuar deputetëve shqiptar. Është mund të jetë nëse ata s'duan të marrin parasysh. Pra ne po flasim për votën e diasporës, e cila është e drejtë kushtetuese dhe detyron kushtetuta, ku nga palët s'po bët asnjë lloj përçapje për ta bërë. Ja u kemi shkruar dhe draftin të projekt ligjit, do kemi dorëzuar, pra duan thjesht të tregohen kena aq vullnet sa për ta miratuar si projekt ligj, po ashtu javën që shkoi ne dorëzuam prapë në parlamentin shqiptar projekt ligjin për ndryshimin e sistemit zgjedhor, sistemin proporcional kombëtar Shqipëria një zonë zgjedhore për hapjen e listave. Pra nuk është se thjesht kemi bërë të deklarata, po punojmë për këtë, po i kemi bërë edhe nga ana ligjore, po i bëjmë nga ana teknike, po i bëjmë nga ana mekanike, dhe nga ana tjetër kemi thënë që nëse këto nuk do merren parasysh, madje javë të fundit nuk e di nëse na kanë ndjekur, kemi paralajmëruar edhe përballje në sheshe. Pra ne jemi futur një lufte të cilën në dorë kanë njerëzit. Tani kur e them luftë duket shumë negative. Jo, nuk duket fare negative. Unë jam në qendër i djathtë, nuk kam frikë nga lufta, bile se dua në të rast në luftë shoqërore është e domosdoshme. Nëse do duam një mirëqenie dhe paqe. Është një betejë në të cilën ne realisht po përdorim gjitha mundësitë dhe forcat tona dhe jemi të investuar all in në këtë gjë sepse besojmë se duam ta bëjmë këtë gjë.
Ne po ashtu po mbledhim firmat që sepse ka nëse nuk e marrin parasysh pra se ne si lëvizje kemi të drejtë të dorëzojmë projekt ligjet deputetëve të Shqipërisë. Po. Ose mund ta dorëzojmë si nismë qytetare, dhe si nismë qytetare duhet 20.000 firma. Kemi filluar punën, plotësimin e formularit edhe për këtë pjesë, që për këto 4 pika ne të mbledhim edhe 20.000 firma nga qytetarët për të dorëzuar si nisma të propozuara edhe nga qytetarët. Pra, në të gjithë po shkojmë në teren, po takojmë një mbështetësi qytetarët në teren, në diaspor, po plotësojmë nga ana ligjore, nga ana juridike, bushllëqet, po dorëzojmë, po paralajmërojmë përballjen në shesh dhe patjetër nëse qytetarët e vendosin që ne duhet të dalim në shesh sepse s'po na merr parasysh as qeveria, as nuk ka asnjë lloj bashkëpunimi, patjetër që do i përgjigjemi thirrjes së qytetarëve dhe do jemi në shesh. Kështu që në këtë pikë garancia jonë cila mund të jetë se ne nuk çfarë garanci? Jo, shiko, garanci. Nuk e shiko, është pak unë e ndjek domethënë figurën më prominente të lëvizjes në mënyrë rigoroze, domethënë në gjitha këto emisione, qofshin emisione të mira apo të këqija, sipas opinionit tim, unë prapë e ndjek domethënë. Thjesht kam nevojë domethënë të shikoj si sillet dhe çfarë mesazhi jepet në konstelacione të ndryshme. Ka një lloj domethënë që mungon çik pjesa statike, është goxha voletal gjithkohë. Në disa gjëra i lejohen vetes të shpjegohet, në disa gjëra të tjera domethënë i anashkalon dhe nuk i jep rëndësi. Normalisht është strategji mbështetja mbase lëvizjes së përcaktuar nga një staf i më përpara etj, nuk diskutohet kjo fakti, por unë nuk po e them kur them që kërkojmë një garanci ose një farë lloj garancie që do mundohem ta përkufizoj pas pak, nuk e them si detyrim që juve të nisni diçka, por thjesht si një qarje halli që unë i bëj një shoqëri të tërë që është traumatizuar politikisht. Edhe një farë lloj garancie është thjesht domethënë shiko, duket pak klishe, duket pak kështu cheesy, po edhe në një kështu premtime publike ose betime publike, domethënë e kanë një farë lloj efekti. Kupton, nëse për shembull Kemi bërë disa, se për shembull Adriatiku ka thënë që unë jam i gatshëm edhe të jap dorëheqjen përveç se nga apostemia, por pra unë jam gati nëse këta që janë pushtet dhe opozitë miratojnë këto 4 pika, unë jam i gatshëm të dorëheqjem edhe nga jeta publike, por edhe të premtoj publikisht që as nuk kandidoj as si kryeministër as si drejtues. Pra, i ka bërë nga ana tjetër në disa nga deklaratat edhe publike apo premtimet, është edhe ligji për të gjithë drejtuesit e lartë shtetit apo zyrtarët të cilët bëjnë korrupsion të dënohen me 25 vite burgim minimalisht. Pra, këto janë, si më thënë, premtime që ne synojmë edhe punojmë dhe që i mendojmë të domosdoshme që duhen të jenë për të shmangur atë çfarë po ndodh sot në politikën shqiptare dhe në sistemin shqiptar. Se tek e fundit ti përmendi gënën të nëntën pak më përpara dhe e di se shpeshherë krahasohen edhe lëvizjet e reja me njëra tjetrën apo edhe me ato që kanë qenë para nesh, por ka një ndryshim shumë të madh se shumica e lëvizjeve, nuk dua t'i përfshi të gjitha, por shumica e lëvizjeve, pato që kanë qenë më përpara, nuk kanë qenë persona dhe individ të cilët kanë qenë të respektuar dhe profesionist karrierën e tyre respektive. Dhe pastaj kanë vendosur të bashkohen për ngritur një gur themeli. E kanë nisur direkt nga politika, domethënë nuk është se janë njohur, apo s'kanë thjesht u bën të njohur direkt në politikë. Po. Kështu që edhe besoj se nuk e di sa akoma mbase nuk ka qenë mundësia të njëjtë i gjithë ekipi, se është një ekip me njerëz jashtëzakonshëm, vlerave të jashtëzakonshme. Jo, shiko, kjo është kritikë publike, domethënë ekipi është shumë pak i njohur edhe pavarësisht karizmës së vet, edhe që e dim të gjithë që sa e pëlqejnë njerëzit edhe sa e celebrojnë njerëzit, domethënë, por duhet bërë kritikë publike ndaj Adriatikut dhe ndaj lëvizjes, domethënë që nuk mungon akoma balanca për figurat e tjera dhe njerëzit përveç se ne dim që shqiptarët e kanë qef të kenë një në krye dhe pastaj gjithë tjerë. E dim, e kemi çik sindrom këtë, por ju jeni ndryshimi. Edhe ju do të tregoni gjithë çfarë keni, domethënë gjithë paketën, jo vetëm Adriatikun. Ne morëm vesh Adriatikun. Kuishte në fushat zgjedhore blon, ju jeni ndryshimi. Po, a jeni pra, unë kështu pra, po e marr të mirë qenë që juve jeni ndryshimi dhe duhet ta nxirrni domethënë pra. Duhet ta nxirrni, domethënë ta shpalosni të gjithë talentin që keni. Adriatiku ka kërkuar pas herë dhe angazhimin e shumë anëtarëve të ekipit, shumë prej nesh edhe në daljet vizive.
Tani do të kuptojmë që unë patën jam personalisht jam me mendimi që unë dua të jem adapte për gjë që mbuloj dhe dua të dal flas për gjën që mbuloj. Po. Ne për shembull Adriatiku dhe Edlira kanë qenë shumë pranë dhe Edlira Çepani, që po ashtu është një nga bashkëthemeluesit e ekipit, dhe kanë qenë shumë pranë mediatikisht edhe më njerëzve, edhe për shkak të karrierës së tyre, edhe për shkak të angazhimit të tyre mediatik, edhe për shkak të komunikimit, sepse ne mund të jemi shumë të aftë secili prej nesh edhe në gjën që bëjmë, por mbase nuk jemi aq të mirë në pjesën komunikative dhe në pjesën e prezantimit mediatik. Prandaj mbase nuk ka filluar se ne për shembull ne kemi avokati Ervis Çela që është bashkëthemeluesi i lëvizjes, avokatja tjetër Dorina Prethi, në javën e kaluar kanë qenë pjesë e komisionit zgjedhor për reformën zgjedhore dhe patën për gjithë ata që na ndjekin edhe që do ndjekin në intervistën, por edhe që i kanë ndjekur, lehtësisht mund të dallohet profesionalizmi i tyre. Tani jo sepse unë i kam në ekip dhe bashkëpunoj me ta, se unë jam më e vogla e ekipit nëse e marr në terma moshe, por që aty shikoj njerëz që duket si klishe, po lën punët e veta, shumicën e gjërave të veta dhe po angazhohen profesionalisht edhe në këtë nismë, edhe në këtë lëvizje. Kurto që nuk është pak, se po të ndjekësh aktivitet, sikur të kesh mundësi një ditë vish tek aktivitetet që ne bëjmë në fundjavë, që kryesisht thuaj se çdo fundjavë jemi në një takim me qytetarët, ti antarët e ekipit i ke prindër, i ke fëmijë, i ke me fëmijët me vete, i ke duke lënë fundjavat e tyre, tani mbase mund të thot dikush, po punë e madhe se s'po ja u kërkojmë këtë gjë, po vetë e keni zgjedhur. Është drejt, po arsyeja pse e kemi zgjedhur. Shikoj, me ata lloj nuk merren fare, më thon ashtu, po ha. E kuptojmë atë. Okej, ideja është se shiko, politika nuk është fush me lule, politika nuk është fush me lule, as pa, po prandaj po diskutojmë këtë Dona, se nuk është fush me lule, domethënë, edhe duket se sa e vështirë është, jo vetëm që s'është fush me lule, është xhungël me ferra, që do bësh gjak kur të dalësh nga ana tjetër, domethënë, është e sigurt. Ideja është të dalësh gjallë, domethënë, figurativisht, normalisht. Mbase tani si dihet se Shqipëri jemi mbase edhe literalisht, po që figurativisht e kisha në mendje. Ideja pas së gjithë është okay, le ta bëjmë pak më të thjeshtë. Pse duhet marrin kokë të tjerët, pastaj jo ekipi që e ka zgjedhur vetë, etj, po njerëzit e tjerë që do vinë të dëgjojnë, që do mund të angazhohen apo etj. Pse këta duhet që atë të shtunën apo të dielin që pjesëtarët e ekipit e kanë lënë e kanë sakrifikuar për familjen e tyre, pse do ta sakrifikojnë të tjerët? Sepse shpesh jo pak herë ankohen që gjërat s'po ndryshojnë, jo pak herë ankohen se si s'po na del një i ri, si s'ka dal një i ri, si s'po del dikush i ri, si s'po ndryshon kjo qeverisje, si s'po ndryshon kjo opozitë, si s'po bëhet diçka për këtë vend, po si s'po ka reagim. Pra këto nëpër kafe ne i dëgjon gjitha këto biseda. Kur kalon lagji, kur shkon tek marketi, thot ai xhaxhi aty poshtë, po ama i fjetur ky popull. Tani, kur vjen momenti që një grup të rinj, një i ri, disa të rinj, po bëhen bashkë dhe po përpiqen me ndryshu pakurat e këtij vendi, mendoj që minimalisht ajo çfarë mund të bëjmë është t'i dëgjojmë. Ti dëgjosh edhe live, edhe të flasësh dhe ti pyesësh, dhe t'u thuash çfarë mendon për ta, dhe pastaj ta zgjedhësh nëse në vijim dëshiron ti djegësh të bëhesh pjesë e tyre apo të duken si gjithë të tjerët. Më dëgjoj, po s'pëlqeu, më vazhdo punën. Patjetër dëgjoje një herë. Shiko, unë në takimet që ne kemi pasur, kemi pasur edhe individ shumë skeptik. Dhe ne e thoshin, sepse ne takimet i organizojmë të tilla që kemi një 15-20 minutë fjalime, folje që flasim ne nga folësit, dhe pastaj pjesa tjetër, thuaj se një orë është bashkëbisedim me qytetarët që mikrofoni është i lirë që po të kesh kritika, pyetje çfarë do që duan njerëzit pyesin, dhe gjithçka është transmetuar live. Pra, mendoj që edhe në këtë pikë ne kemi sjell diçka tjetër nga ata çfarë është bërë deri më tani, se kryesisht kemi parë gjërat montuara, kronika gati, të prera. Pra, nëse i shikon takimet tona janë gjitha live pa filtra. Edhe pyetjet që janë skeptike, edhe pyetjet që mbasi janë kundër, ashtu i lëm. Nuk kemi arsye të heqim sa është mendimi i njerëzve. Dhe ata çfarë na kanë thënë, shpesh na ka rastisur që edhe individ që kanë qenë skeptikë, edhe na kanë ardhur na dëgjojnë, edhe na kanë pyetur, edhe na kanë folur, edhe na kanë takuar, na thonë që shiko, për momentin jemi në fazën që duam të blejmë nga ju, duam t'ju ndjekim, t'ju shohim dhe pastaj do e vendosim. Dhe mendoj që kjo që ne po bëjmë nuk është wow, dhe nuk është që po bëjmë hatan e madhe, por fakti që po shkojmë edhe po i dëgjojmë njerëz më së paku, gjëja më mirë që mund bërë sot është të dëgjojnë dhe ti dëgjosh.
Dhe kur shikon se çfarë ndodh në Shqipërinë tonë, edhe në qytetet tona dhe në shatrat tonë, është kapësh fiks kokën me duar, se si, më thënë e kemi pasur një nga takimet që ka ngelur mendje është me fermerët dhe blegtorët e Drenovicës, dhe të dëgjosh se si trumpetohet çfarë po bëhet për ta, ku në fund thuajse s'po bëhet asgjë. Dhe shifrat që nxiren publikisht është që mbështetëm e bëm dhe në fund ata njerëz përveç se prodhimet e tyre hidhen thuajse gjitha rrugëve dhe në plera, nga ana tjetër nuk marrin asnjë lloj mbështetje, pastaj e kupton që okej, kjo betejë që kemi nisur, kjo rrugë që kemi nisur për 1, 2, 3 arsye duhet shkojë deri në fund. Dhe ajo çfarë do thoja është se ndryshe nga shumë prej kauzave të tjerëve, ne që në fillimi me marrë me ndryshimin e sistemit, sepse aty mendojmë që është shkaku, që sjell gjitha pasoja. Dhe nëse ti nuk ndryshon sistemin aktualisht, ku janë qoftë parti politike, ku është i varur qoftë pushteti, ti nuk mund pretendosh që nesër pas nesër heqesh as mua nga pushteti nëse vi. Pra ne jemi ata që po kërkojmë ndryshimin e sistemit që qytetari nesër edhe po qese ne kthehemi parti, edhe po qese ne vim pushtet, na rrëzojmë menjëherë nëse ne nuk jemi të aftë për atë post, nëse ne nuk jemi të denj për atë drejtim. Dhe kur analizon janë disa gjëra që mendoj që po i bëjmë ndryshe nga të tjerët dhe mendoj që njerëzit po e kuptojnë që janë ndryshe nga të tjerët. Unë suportin tim e keni. Nuk e di sa i vlefshëm është, domethënë, por besoj që unë jam një nga ato njerëzit që të paktën do t'ja pas një shans njeriu, që ai shansi që ti sapo the që thjesht e dëgjosh njërin, domethënë, nëse është kjo gjë nuk është për ty, zotëri i dashur, ktheu nga ana tjetër, grohu në diell, s'ka problem. Ndryshimi i sistemit edhe realisht rregullimi i disa prej pikave të cilat sot bëjnë një gardë pa barabartë, qoftë edhe mes partive politike, nëse jemi të gjithë në linjë të barabartë, të gjithë vrapojnë në të njëjtën kohë kushte të barabarta, dhe nëse njerëzit prap pastaj edhe në kushte të barabarta dhe në një gardë të ndershme janë të kënaqur me ata që janë në pushtet apo me ata që kanë pastaj. Juve, më fal që ndërpres, po juve jeni shumë diplomat, domethënë të gjithë dhe vërejt nëse jemi në të gjithë një ndam nëse një të gjithë duam të ndryshojmë. Po. Nuk duam të gjithë të ndryshojmë. E dashur e nderuar. Ne duhet të kesh parasysh që një farloj administrate që i ke të mbushur me analfabet, me hajdut pulash, me kriminel, me xhepaxhinj, me njerëz gryksa që shikojnë vetëm gojën e vet edhe as deri bile mbase as për fëmijët e tyre nuk mendojnë. Kështu që normalisht që individ të tillë të pa skrupull, pa shtyllë kurrizore janë të investuar 100% që ky sistem mos ndryshojë sepse është vetmja mënyrë që këta individ të mbijetojnë dhe të ecin përpara. Fatkeqësisht në realitetin shqiptar, pavarësisht se nuk sa mirë me qenë shqiptar e leshi preshi, ky lloj grupimi njerëzve është goxha i madh. Është fatkeqësisht, për fatin ton të keq, gjëra historike, politike, ashtu ka ardhur koha, domethënë që ne kemi një goxha përqindje të madhe të njerëzve në këtë lloj mënyre që shikojnë vetëm e shikon edhe unë normalisht sa mund të flas unë se unë nuk jetoj aty, jetoj jashtë, por edhe ato që sa herë që vi e shikon. Nuk duke filluar që nga rregullat rrugore, nuk i zë rrugën tjetri vetëm për të bërë atë punën tënde, nuk mban pastër ambientin. Ne kemi një lloj problem fundamental me veten tonë. Kështu që le të drejtohemi atyre njerëzve që kanë 2 mend në kokë, le të drejtohemi atyre njerëzve që duan të bëjnë ndryshim afatgjatë për brezat e mëvonshëm, se vetë nuk kanë për të parë ndonjë gjë. Mendoj që ato shumë edhe këta, se unë nuk e mohoj që frika, unë kam njerëz, unë kam familjar, unë kam shoqëri që punojnë administrat. Unë e di shumë mirë se si është frika ndaj vendit të punës dhe për vendin e punës, edhe se si është instaluar propaganda dhe frika. Shiko, ai që bën se ka frikë është tjetër gjë, aty nuk e bëj dot me faj, sepse ai është i friksuar për mbijetesë. Unë bëj me faj ato të tjerë që e bëjnë me qëllim që edhe mbase nuk i bën përshtypje, thjesht duan të jenë pjesë e asaj gjë. Jo, është instaluar një frikë që madhe, një propaganda që madhe sa njerëzve u duket sikur edhe fletën e votimit kanë përgjues kur shkojnë të votojnë aty, edhe sikur u shohin edhe çfarë kanë votuar. Domethënë është kulmi. Nga ana tjetër, për shembull, nga mesazhet që ne kemi marrë se ne përveç se kemi webin zyrtar ku kemi mundësinë që njerëzit
pra përveç komunikimeve të përditshme në rrjetet sociale, kemi edhe webin ku lënë pyetjet, antarësimet, kontributet. Edhe ajo çfarë ne kemi mesazh të herë pas hershme është që ne jemi pjesë e administratës, nuk ju ndjekim dot fizikisht, por jemi me ju. Se dhe ne që jemi pjesë e administratës na ka ardhur ku s'mban më. Tani për mua kjo është një tregues. Po. Sepse jo gjithmonë ai që është, sepse nuk dua t'i fusim gjithë një thes, se është ajo se e theti pak më përpara që okay, edhe ai që ka frikë, se mund të kesh sa të duash të ndershëm pjesë të administratës. Ke sa të duash profesionist mirë pjesë të administratës. Siç ke pastaj edhe anën tjetër të medaljes, që janë aty pa merit, që janë aty duke bërë korrupsion, që janë aty që janë disa nga shkaktarët, pastaj lidhur edhe me të mëdhenj që po e çojnë këtë vend aty ku për fat keq gjithë ato që si. Është një farë lloj përqindje njerëzish që i intereson që kjo të jetë ashtu, sepse siç sa them, domethënë, me nder muhabetit miza në mutri, domethënë, kështu që këta e kanë interesin që kjo situatë jetë ashtu sepse janë miza. Edhe aty ushqen, domethënë, aty vazhdojnë edhe riprodhohen me njëri tjetrin. Si unë besoj që çdo cikël, historia ka treguar që ka një cikël. Pra zakonisht 30 viteve duhet ndruar ajo gjëja se është maksimumi. Domethënë ti thua që po vjen era ndryshim, domethënë po i vjen, ka ardhur koha këtyre. Edhe ndryshimet e fundit, edhe lajmet e fundit, besoj që je koherent me aktualitetin çfarë po ndodh. Shenjat janë tregues që nuk mund të jetë njëjtat emra tani. Ne thuaj se kemi të njëjtën moshë, unë jam me 98-ës edhe që ku unë jam bërë për të mbajtur mend. Unë shoh tani unë dale atje, çfarë bën? Po, jo, ke të drejtë. Jo, domethënë, dhe frika është që nesër pas nesër edhe fëmijët e mi do kenë prapë ndaj dritare, ndaj gjë ku do dalin të njëjtat figura politike, të cilët ka një cikël, pra këtë duhet dhe këtë nuk e kuptojnë politikanët tanë për fat keq. Politika është cikël. Mund jetë më të mirë. Shikoj, ajo një specie në zhdukje domethënë. Të rriqur me nder vëllai dhe lëri rrugën, hapi rrugën të rinjve të tjerë. Nuk është tokë që ti e ke pushtuar edhe po e mban aty dhe të bësh çfarë duar, se pastaj këtu lindin gjitha i ty. Nuk mund të kërkojmë të tërhiqet me nder një kulture, sidomos një kulturë pa nder. Jo vetëm kulturë pa nder, po në një kulturë ku të heqësh dorë, domethënë është jo burrorore, është frikacake, është qullashe apo tjerë epitete të tilla, e kupton? Janë gjëra që jemi akoma, shiko, nga disa gjëra jemi në mesjet. Jemi shumë në mesjet. Përveç kësaj mendoj që ajo çfarë kanë bërë deri më tani e di mjaftueshëm mirë se sa shumë i kanë kaluar cakun dhe kufit në atë çfarë kanë bërë këtij vendi dhe është e vështirë ta lësh timonin pastaj se do dalin të gjitha shit. Unë shpresoj fjala jote në vesh të Perëndis, unë mendoj që ne diskutuam disa gjëra edhe pa u dashur të bëjmë kakofoni ose të ripërsëritjes veten tonë si të Fevziu, le ta mbyllim këtë episod, këtë bisedë shumë të bukur, unë shijova në fakt. Mendoj se do ishte goxha më oficiale, po që ishte goxha e këndshme, të falenderoj për këtë. Njerëz juve që qëndruat deri në fund, ne ju falenderojmë. Mesazhi im përpara se të jap fjalën e Donës për një mesazh mbyllës është pse jo? Fundja fare, do thoni ju po blon, po nuk mjafton të blon. Pse jo? Sepse atje kemi vajtur ne pse jo? Po, miq. Ndër të tjera dhe atje kemi vajtur. Jo sepse jo është vetëm një gjë, por është një nga pjesët më të mëdha, sepse është aq e errët bota shqiptare nga të gjitha anët, saqë derisa të mendohemi ne të analizojmë me lup çdo lloj individi, qa ka bërë, qa ka ngrënë, me kë ka dalë, me kë ka pirë kafe, i biri kujt është, i kushuriri kujt është, më mirë i japim një lloj shtyse edhe i nxjerr shpejt nëse s'të pëlqej. Sesa të merresh me dikë që është lidhur në kofshën e shqiptarisë si një shushunj liqeni apo ku dëgjon kënete, nuk se mbaj mend as kur riten shushunjat. Edhe nuk po e lëshon, edhe është bër rrumbullak, edhe prap nuk e lëshon, domethënë pa ja pirë të gjithë gjakun, kështu që ndër shumë arsye të tjera që janë vizive, arsyeja më e fortë do të prevalojë është pse jo. Mos keni frikë nga ndryshimi, provoni diçka që është ndryshe, edhe në qoftë se nuk ju pëlqen.
edhe në qoftë se ju duket me Sorosin, edhe në qoftë se ju duket me komunist, nuk ka rëndësi të jetë një me ngjyrë portokalli, mund të jetë një me ngjyrë të kuqe, mund të jetë një ngjyrë tjetër. Mjafton mos të jetë i njëjti llum që është. Se diçka do ndodhi, po u përzihen ujërat, domethënë diçka do ndryshoj. Kështu që jepini shansin tuaj edhe bëni subscribe. E dona fjala për ty. Shumë faleminderit për bisedën, edhe shpresoj që ta dëgjojnë me ëndje ata që do ndjekin këtë bisedë. Unë vetë gjë që do doja të thoja për mbyllje është të bëja një thirrje gjithë njerëzve që të marrin në dorë fatin e tyre. Dhe duke marrë në dorë fatin e tyre, bëjmë të kuptojmë çdo udhëheqës, qoftë ata që janë sot, qoftë ata që mund të vinë nesër, që vendosim ne për jetesën tonë në një vend dhe në një shtet, sepse duhet kuptuar shumë kjo gjë. Se ne kemi një shembull shumë të mirë Kosovën, që e kemi shumë pranë, por jemi kaq vite larg saj, pavarësisht se është formuar aq vonë si shtet. Edhe populli aty po e tregon her pas here çfarë fuqi e ka. Kështu që do doja shumë që edhe ne si popull tregojmë çfarë fuqi e kemi, edhe t'japim gjithmonë mesazhe se po të duam ne, dim ne ta ndryshojmë vendin edhe sistemin. Faleminderit Dan. Të ngrënë goja mjalt edhe u bëft. Amin. Shqipëria do Deri herën tjetër, shpresoj të kemi biseda të tjera së bashku. Biles duhet futesh dhe mikët e Tiku, që të na vi Tiku se e kemi gati, do ta djegin fare. Edhe të falenderoj përzemërsisht dhe kjo episod njerëz mbaron këtu. Shumë faleminderit. Shpërndajeni me miqtë tuaj, bëni like, bëni subscribe, në description do keni dhe linket e medjave sociale të Edonës, minimum Instagramin, se edhe unë Instagramin përdor. Edhe pasaj edhe të tjerat, çfarë do i keni juve në interes. Edhe bëni palestër, beshaka, pini ujë. Mirupafshim. Buqim në bu, CHI, bu, CHI, podcast.